pyetjen fillimisht e komentojmë këtë, pra muaji mars i këtij viti gjen Kosovën me rritje prej 2.9%, më shumë se sa në marsin e vitit të kaluar në çmimet e ushqimeve, domethënë e gjërave më esenciale, vezët, qumshti dhe gjithçka tjetër. Me thënë të drejtën, përcova me vëmendje hyrjen në lajmet e juaja dhe me bëri përshtypje derisa sot qytetarët e Kosovës ballafaqohen me një ngritje të çmimeve, me probleme të shumta politike, me një imazh jo të mirë në aspektin ndërkombëtar dhe të jemi pa qeveri dhe të bëhet kjo luftë për pushtet dhe jo për qytetar dhe për shtet vërtet është diçka që e ngulfat perspektivin e Kosovës dhe besimin se në Kosovë do dinë ditë më të mira. Në një kohë kur jo vetëm Ballkani, jo vetëm Evropa, po edhe bota është e trazuar nga shumë ndodhi gjeostrategjike, Kosova ta ketë komoditetin e luftës për pushtet në këtë mënyrë dhe jo të krijon institucionet që të jenë me shtetin, me qytetarët, me ekonominë, është brenga më e madhe. Po ky është realiteti kosovar dhe dua të besoj kur do herë do ta prej dikeni në ndërgjegje, sepse nuk është vetëm për shteti primar. E dyta është e vërtetë që si njës të çështje ekonomike me aq kapacitete sa kemi, por e lajmëruar që kjo agjendë politike është duke ndikuar negativisht në ekonomi. Sot jena ndër vendet me të ardhurat më ulta në Ballkanin perëndimor, jena shteti me një varfëri vërtet shqetësuese, çuditërisht institucionet kredibile financiare ndërkombëtare nuk e matin varfërinë ekstreme në Kosovë dhe nuk dalin me cifra të tilla dhe kjo duhet të jetë një breng se vërtet kemi ngritje të çmimeve të produkte esenciale, këtë e dikton qytetari, këtë e diktojmë ne, por jo edhe politika. Prandaj ky është vërtet problemi kryesor. Nëse bëhet një krahasim mes të njëjtës periudhë kohore të vitit 2024 dhe 2025, vërtet është një rritje e çmimeve shumë e madhe, po ashtu edhe në këta muaj e vitit 2025 vret një rritje prej 2.9% dhe nëse bëhet një analizë strukturës së ngritjes së çmimeve, janë produkte esenciale që janë përditshmëri e realitetit kosovar. Sot ekonomia ka metë shumë më tepër në fshirë të Komitetit Biznesit dhe është shndruar në një zhvillim organik, sepse po e shihni që çdo çështje institucionale shumë më tepër po dëmton se sa që po ndihmon dhe kjo vërtet duhet të zgjidhet sepse duhet të jemi koherent, duhet të jemi në një bashkëveprim publiko-privat dhe tek atëherë mund të flitet për një rikëmbje apo ringjallje ekonomike. Sa do të importojmë dhe sa të rritet importi në Kosovë, çmimet do të jenë të pakontrolluara dhe kur krejt kësaj shtohet që po krahasohet ngritja e çmimeve në një periudhë kohore të vitit kaluar dhe të këtij viti dhe kemi pothuajse fare pak ndryshim në të hyra apo në rritje të pagave dhe pensioneve, është brenga më e madhe që e rëndon jetën sociale në Kosovë. Pikërisht, zotri Gërxhaliu, si bëhet ky kontrollim pra për të mos u rritur çmimet? Ne në Kosovë dim se kemi fermerë të ndryshëm të cilët kultivojnë pothuajse gjithçka prej këtyre që ne realisht i shohim që se janë rritur çmimet, pra nga kafja, qumshti, djathi, vezët, uji, pra ka produkte të cilat i kemi edhe në Kosovë. Si bëhet kontrolli i këtyre që të mos rritet çmimi, pasi vetëm gjatë muajit mars të këtij viti pra inflacioni ishte 0.8%, pra shihet një rritje edhe gjatë këtij viti në dallim nga muaji në muaj? Definitivisht Kosovës i mungon një inspektoriat aktiv i tregut, i mungon digitalizimi i të dhënave nga hyrja dhe evidentimi i importeve dhe sot teorinë e çmimeve apo rregullat e çmimit i diktojnë apo i dirigjojnë tregtarët dhe jo institucionet dhe jo monitorimi i inspektoriatit. Është e vërtetë që sot prodhuesit vendor janë në një pozitë vërtet palakmueshme, pak kush i mbron, shumë pak simulohen, edhe ata që simulohen ndoshta kanë qasje apo lidhje shumë të afërta me politikën, sepse jo gjithmonë suportohen apo mbështeten bizneset e vogla prodhuese. Prandaj besoj që është koha kur duhet kemi mbështetje të bizneseve, veçanti atyre prodhuese nga një qasje vertikale në një qasje horizontale.
Kështu që edhe ata që tentojnë të zhvillohen të kenë mbështetje dhe në fund të funit duhet vërtet të kemi një qasje humane ndaj produsit vendor. Për të njëjtin produkt i cili